Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Shefi e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas po qëndron për vizitë zyrtare në Shkup në kuadër të turneut treditor në Ballkanin Perëndimor. Kallas u takua me kryeministrin Istria Mickovski. Në agjendën e Kallasit është dhe pjesëmarrja në hapjen e dialogut për siguri dhe mbrojtje midis Bashkimit Evropian dhe Maqedonisë së Veriut në kuadër të programit për siguri dhe mbrojtje të nënshkruar në nëntor të vitit 2024. Kjo është vizita e dytë e Kallasit në rajon që nga marrja e detyrës pasi më parë ka vizituar Malin e Zi, Shqipërinë dhe Bosnjë dhe Hercegovinën nga 7 deri në 9 prill. Përpara se të udhëtonte për në Shkup, Kallas vizitoi Beogradin dhe Prishtinën. Pajisje me dokumentat personale dhe faturat e energjisë elektrike janë vështirësitë kryesore me të cilat janë përballur qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Sipas avokatit të popullit Naser Ziberi, kriza e furnizimit të qytetarëve me pajisjen e dokumentave personale të udhëtimit çoi në shkelje të rënda të së drejtës së qytetarëve për qarkullim të lirë. Krahas saj, Ziberi tha se shkelja kishte edhe në sferën e të drejtave të konsumatorëve që kanë të bëjnë me të drejtat lidhur me pagesat e faturave dhe llogarive për furnizimin me rrymë elektrike, ndërsa nuk kanë munguar dhe shqetësimet për punën e përmbaruesve, deklaroi Naser Ziberi, avokati i popullit. Rajoni Dështoi për të 20 herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës, edhe të premte nuk pati quorum për të votuar komisionin për votim të fshehtë. Pro votuan vetëm 53 deputet. Seanca e ardhshme është caktuar për të dielën në orën 11. Seanca dështoi pas propozimit të kryesuesit Avnit Dehari që nga votimi i hapur të kalohet në atë të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se partia e tij është e hapur për të mbështetur një kandidat unifikues për postin e kryetarit të kuvendit. Po mbajmë shpresë që do të propozohet një kandidat unifikues ose kandidate. Pra edhe pse nuk është përgjegjësia jona që një nga partitë parlamentare edhe më e vogla, prapë kemi dhënë një opsion për me dalë nga kjo gjendje, pra do t'i japim votën për kandidat të vetë vendosjes që është unifikues. Kem përmend dy zonja të bukur që në Shelimin, po do të mundshim me votu dhe zoti Gonjusha pra ish kryetari nëse propozohet. Haradinaj refuzoi të komentojë nëse do të pranonte kryetarin e nismës Fatmir Limaj si drejtuesin e kuvendit. Po nuk mujmë edhe mendimin se s'kem diskutuar në aleancë, pra kemi ato situatat që të rrugtimit i tash ndarash edhe në obligim shjemi, po nuk mund t'jap një përgjigje ashtu. Kryediplomatja e Unionit Kaja Kallas konfirmoi nga Prishtina se Bashkimi Evropian filloi heqjen graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës të vendosura 2 vite më parë. The EU has begun to gradually lift measures introduced in June 2023. Në një konferencë për mediat, Kallas premtoi se Ballkani Perëndimor mbetet prioritet strategjik për Bashkimin Evropian dhe se Kosova e ka vendin në familjen evropiane, por paralajmëroi se nuk ka rrugë të shkurtër për anëtarësim. Duke folur për sigurinë e verit Kosovës, kryediplomati e BE-s kërkoi deskalim dhe theksoi se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është rruga e vetme përpara. Normalizing your relations is the only path to safer and more prosperous future for the people of this region. Ajo shtoi se heqja e masave varet nga angazhimi i Kosovës drejt marrëveshjes së orit. Agjenda e reformave, plani i rritjes ekonomike të Bashkimit Evropian për Kosovën dhe heqja e masave ndëshkuese ishin në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit të tyre Albin Kurti me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë Kaja Kallas. Përmes një komunikate për mediat, qeveria e Kosovës informoi mbi temat e diskutuara gjatë një darke pune. Në njoftimin zyrtar thuhet se Kurti ka kërkuar që masat të cilat kanë filluar të hiqen gradualisht, të hiqen plotësisht dhe Kosova të marrë statusin e vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Në lidhje me procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja, kryeministri theksoi rëndësinë e zbatimit plot të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj. Krahas saj ajo zhvilloi një vizitë edhe në Mitrovicën e Veriut. Përfaqësuesi e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas në konferencë për media në Beograd u bëri thirrje përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë të kthehen sa më shpejt në Bruksel për hapat përpara në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Duke folur për takimet me krerët e Serbisë, Kaja Kallas tha se gjatë bisedimeve janë përmendur dhe çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë kufitare, marrëdhëniet me fqinjet, normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Është koha për të kapërcyer të kaluarën dhe për të punuar për një të ardhme të përbashkët, planifikoi të thras përfaqësuesit e Beogradit dhe Prishtinës që të vinë sa më shpejt në Bruksel dhe të diskutojnë hapat konkret përpara, paralajmëroi Kaja Kallas nga Beogradi. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Përparim Gruda vlerësoi se refuzimi i kërkesës për mbrojtjen e liri për Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin nga dhomat e specializuara në Hag është vendim që cënon të drejtat themelore të njerëzit të akuzuarve, që janë të garantuara nga Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe Konventi Evropiane për të drejtat e njerëzit. PDK vlerëson se një gjykatë e tillë në zemër të Europës nuk do të duhet të shndrohet në një mekanizëm të përndjekjes, aq më pak në emër të drejtësisë dhe viktimave të luftës. Mbajtja e zotit Veseli
dhe të tjerëve bashkë me presidentin Hashim Thaçi për më shumë se 4 vite e gjysme në paraburgim për bën shkelje të standardeve të drejtësisë perëndimore, standardet për cilat Partia Demokratike ka besuar se në këtë gjykatë do të respektoheshin me përpëkmëri. Pas përfundimit të fazës prokurorisë, pra paraqitjes së provave dhe dëgjimit dëshmitarëve të prokurorisë, çdo argument për ndonjë rrezik të mundshëm në ndikimin në proces në Hagë ka rënë. Lirimi me kusht në këto kushte nuk do duhet të konsiderohej një privilegj, por një e drejtë e patjetërsueshme e gjithë akuzuarve në Hagë. Gruda u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të marrin rol aktiv në ofrimin e garancive për të akuzuarit. Prandaj u bëjmë thirrje sot institucioneve të Kosovës që të marrin një rol aktiv në ofrimin e këtyre garancioneve, sepse jemi të bindur se procesi në Hagë dhe epilogu i tij nuk janë thjesht një çështje individuale për të akuzuar, por janë një çështje thellësisht me rëndësi themelore për historinë dhe të ardhmen e shtetit të Kosovës. Mos angazhimi institucional nuk është thjesht një neglizhencë, por është qartazi një heqje dorë nga një përgjegjësi historike që kanë institucionet e Kosovës. Arrestohet në Kosovë një person i dyshuar për kanosje të vazhdueshme ndaj institucioneve shtetërore përmes postës elektronike. Personi identifikuar si VD dyshohet se në mënyrë të përsëritur dërgoi mesazhe kërcënuese përmes postës elektronike në drejtim të disa institucioneve shtetërore përfshirë Prokurorinë e Shtetit, Policinë e Kosovës, Universitetin e Prishtinës, si dhe zyrtar të lartë të këtyre institucioneve. Gjatë kontrollit i dyshuari është arrestuar në vend ndërsa në cilësi të provave materiale janë sekuestruar një laptop, një tablet, një telefon mobil që dyshohet të jetë përdorur për dërgimin e mesazheve kërcënuese dhe për realizimin e veprës penale. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Zgjedhjet në Shqipëri janë përballur me sulme kibernetike. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi deklaroi se platformat e KQZ-s janë gjendur në sulme. Në konferencë për mediat, Celibashi tha se sulmet kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe binin nga jashtë. Kemi 192 milion kërkesa të temi për ata që në tajtisë e kuptojnë të regjistruar në 7 ditë. Kemi patur pikon për 5.700 kërkesa për sekund dhe nga të dhënat që kemi rezultojnë që një pjesë e madhe të këtyre sulmeve nuk kanë qenë sulme diletantësh, por kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe jo rastësore. Dhe kanë qenë të krahasueshme me sulmet që kanë patur edhe vendet e tjera për situatat e ngjashme si Franca, Gjermania apo. Informoi për mediat Ilirian Celibashi. Kryetari i Partisë Demokratike vijon me pretendimet për manipulim të procesit zgjedhor. Sali Berisha tha se ka qenë kandidate për deputet Blendi Himçi, ai i cili ka siguruar informacionin dhe më pas janë gjetur materiale zgjedhore. Mes të tjerave, ish kryeministri akuzoi qeverinë për lidhje me krimin organizuar dhe përdorimin e parave të drogës për të ndikuar në zgjedhje. Bota. Rusia dhe Vladimir Putin nuk kanë dhënë ende asnjë pëlqim ose refuzim për Vatikanin si alternativë për të zhvilluar negociatet armpushimit dhe paqes me Ukrainën. Sipas kryeministres italiane Giorgia Meloni, edhe pse diskutimet e liderëve perëndimor vijojnë, Kremlini nuk është shprehur ende për këtë alternativë. Shefi i qeverisë italiane pas një telefonate me Donald Trump tha të njëjtën se synimi kryesor i perëndimin janë negociata serioze, duke nënkuptuar se nuk do të nxitohet vetëm për çështjen e vendodhjes. Përtej datave dhe vendeve, prioritet është të ketë negociata serioze ku bashkëbiseduesit të tregojnë vullnetin dhe dëshirën e tyre për të bërë përparim. Ky është thelbi i punës që duhet të bëjmë tani për të arritur një armpushim dhe një marrëveshje paqe gjithëpërfshirëse e cila nuk injoron garancitë e sigurisë për Ukrainën, tha kryeministri italiane Giorgia Meloni. Ministrat e financave dhe guvernatorët e bankave qendrore të vendeve të G7-s janë pajtuar gjatë një takimi në Kanadan perëndimore se Rusia mund të përballet me sanksione shtesë nëse ajo i reziston një nismë për një armpushim në luftën e saj në Ukrainë. Shefa financave të G7-s kanë dënuar luftën brutale të Rusisë nëpërmjet një komunikate në fund të takimit të tyre dhe kanë thënë se nëse përpjekjet për të arritur një armpushim dështojnë, ato do të shqyrtojnë të gjitha opsionet e mundshme përfshirë një shtim të mëtejshëm të sanksioneve. Komunikata ka thënë po ashtu se asetet sovrane të Rusisë që mbajnë në jurisdiksionet e vendeve të G7-s do të mbeten të ngrira derisa Moska të japë fund luftës dhe të paguajë për dëmet që i ka shkaktuar Ukrainës. Vladimir Putin urdhëroi krimin një zone tampon për të mbrojtur rajonet ruse të Kurskut dhe Belogradit që nënkupton pushtimin e një brezi territor Ukrainas pranë qyteteve Sumi dhe Kharkiv. Nuk është e qartë nëse deklarata e presidentit e bërë gjatë samitit qeveritar synon të adresojë shqetësimet e shprehura nga guvernatorët e rajoneve kufitare gjatë vizitës së tij të martë në Kursk apo nëse ka për qëllim të justifikojë ofensivën e nisur prej disa ditësh.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis deklaroi se heqja e kazus Belit të Turqisë kundër Greqisë mund të lidhet me pjesëmarrjen e Ankaras në programet e mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Në intervistë radiofonike, Mitsotakis tha se planifikon ta ngrejë çështjen drejt për drejt me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Kazus Beli i shpallur nga parlamenti i Turqisë në vitin 1995 në përgjigje të zgjerimit të mundshëm grek të ujrave territoriale mbetet një tension kyç dypalësh. Mitsotakis argumentoi se Turqia nuk mund të kërkojë hyrje në mekanizmat e financimit të mbrojtjes së BE-s duke ruajtur një kërcënim lufte kundër një antari tjetër të Bashkimit Evropian. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kritikoi homologun britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin kanadez Mark Carney. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Netanyahu nënvizon se këta lider europian po qëndrojnë në anën e vrasësve masiv, por dënuesve, vrasësve të foshnjave dhe rrëmbyesve duke ju referuar Hamasit, grupit që Izraeli e konsideron organizatë terroriste. Netanyahu thekson gjithashtu se Hamasi synon shkatrimin e Izraelit dhe zhdukjen e popullit hebre. Kur nuk e kam kuptuar se si kjo e vërtetë thjesht mund të shpëtoj liderëve të Francës, Britanisë dhe Kanadas, deklaroi Benjamin Netanyahu. Këto vende paralajmëruan pasoja nëse Izraeli nuk e ndalon ofensivën dhe nuk lehtëson hyrjen për ndihmat. Administrata Donald Trump ndalon në Universitetin e Harvardit të regjistrojë student ndërkombëtar. Të gjithë ata studentë të cilët aktualisht ndjekin studimet në Harvard dhe janë nga komsitë të tjera, duhet që të transferohen në universitete të tjera ose në të kundërt të humbasin statusin e tyre ligjor. Sekretari e Sigurisë Kombëtare Kristi Noam argumentoi se vendimi nga administrata Trump është marrë pasi Harvardi ka krijuar një midis të pasigurt duke lejuar agitacionin dhe terroristët që të sulmojnë studentët e brejnë. Në një deklaratë, Harvardi i quajti vendimin e Donald Trump si të palishëm dhe u tregua këmbgulës duke shprehur gatishmërinë se universiteti do të vazhdojë që të presë me përkushtim student të huaj. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.